A i ke menduar ndonjëherë lotët si më shumë se thjesht ujë që rrjedh nga sytë? Lotët janë më të thellë se sa duken. Ato mbajnë emocione, sinjale kimike dhe mesazhe që trupi nuk mund t'i thotë dot me fjalë. Nga fakti se disa kafshë mund t'i nuhasin ndjenjat tona përmes lotëve, deri tek ideja që syri i majt apo i djathtë mund të zbulojë ndjenja të ndryshme, do të habitesh me atë që shkenca ka zbuluar. Qëndro me ne dhe do të zbulojmë fakte manitse për lotët, që ndoshta nuk i ke dëgjuar kurrë më parë. Lotët e njeriut janë 3 llojesh: bazal, mbajnë sy të lagur, refleks për shkak të erës, qepës apo pluhurit, dhe emocional, që prodhohen nga ndjenja si dhimbja, lumturia, frika apo nostalgjia. Lotët emocional kanë përbërje unike kimike. Ato përmbajnë hormone si prolaktina dhe proteina që nuk gjendet në llojet e tjera të lotëve. Ato flasin për atë që përjetojmë emocionalisht. Qarja nga syri i majt apo i djathtë ka një simbolik në disa kultura popullore, por jo shkencore. Thuhet se nëse qajmë nga syri i majt, lotët janë për shkak të dhimbjes. Nëse vijnë nga syri i djathtë, thuhet se janë lot gëzimi. Kjo nuk është e provuar shkencërisht, por thjesht një besim i përhapur në popull. Qeni mund të hasë lotët emocional të njeriut. Studime kanë treguar se qenë ndryshojnë sjellje kur nuhasin lotët tonë, afrohen më shumë, ulen pranë nesh apo na lëpijnë si formë ngushëllimi. Lotët mund të forcojnë lidhjet sociale. Shkencëtarët besojnë se lotët evoluan për të komunikuar ndjenjat pa fjalë, si një gjuhë e heshtur që nxit empatinë dhe ndihmën nga të tjerët. Lotët e grave dhe të burrave janë të ndryshëm. Gratë janë më shpesh dhe më gjatë për arsye emocionale. Kjo ndikohet nga hormonet, sidomos prolaktina, që është më e lartë tek gratë. E qarat çliron stresin, sepse lotët emocional përmbajnë kortizol dhe hormone stresi, prandaj ndihesh më i lehtësuar pas së qarit. E qara ndihmon në pastrimin e syrit. Lotët i pastrojnë sytë nga papastërtitë dhe bakteret. Ato përmbajnë një enzim të fuqishme, lizozim, që vret mikrobet. A e dini që një person mesatar mund të qajë disa litra lot në ditë? Këto lot mund të duken shumë, por pjesa më e madhe e tyre janë lot bazal dhe refleks që ne nuk i vëmë re gjatë ditës. A e dini që lotët tuaj kanë aromë emocionale? Tingëllon si diçka fantastike shkencore, por është 100% e vërtet. Lotët nuk janë thjesht ujë me krip, ata janë shumë më tepër. Janë sinjale kimike që mund të lexohen, jo vetëm nga njerëzit, por dhe nga kafshët. Lotët janë të ndryshëm në varësi të emocioneve që përjetojmë. Kërkimet e fundit shkencore kanë treguar se lotët që rrjedhin nga pikëllimi, gëzimi, frustimi, stresi përmbajnë përbërje të ndryshme kimike. Ato përmbajnë hormone, peptide dhe substanca që pasqyrojnë gjendjen emocionale të trupit. Janë si gjurmë gishtash emocionale. Çdo lloj ndjenje lë pas një nënshkrim të veçantë në lotët tanë. Disa kafshë mund të nuhasin emocionin tonë përmes lotëve, si për shembull qentë, që kanë një nuhatje tepër të zhvilluar dhe mund të dallojnë kur lotët vinë nga dhimbja emocionale. Ato shpesh reagojnë duke na ofruar, duke na përkëdhelur, si për të thënë jam këtu për ty. Mijët e laboratorit në një eksperiment reaguan ndryshe ndaj lotëve të stresit të krahasuar me lotët e zakonshëm, tregues se ato janë në gjendje ta dallojnë këtë sinjal. Lotët si mjet komunikimi i heshtur. Sipas shkencëtarëve, lotët nuk janë vetëm për të shfryrë ndjenjat, ato kanë një funksion më të thellë. Janë zhvilluar me kalimin e kohës si një formë komunikimi pa fjalë. Kur dikush qan nga dhimbja apo pendesa, lotët mund të shërbejnë si thirrje për ndihmë, ndjesë ose për ndjeshmëri. Është një mënyrë që trupi përdor për të kërkuar mbështetje pa thënë asnjë fjalë. Lotët ndërtojnë lidhje emocionale. Kur shohim dikë që qan, ne shpesh ndjejmë dëmshuri, madje edhe nëse nuk e njohim atë person. Kjo ndodh sepse truri ynë reagon ndaj sinjalit kimik dhe pamor të lotëve. Është një mekanizëm i ndërtuar nga natyra për të forcuar lidhjet shoqërore dhe mbështetjen reciproke. Por ka dhe disa interpretime kulturore dhe spekulime popullore rreth faktit nëse një lot rrjedh nga syri i majt apo i djathtë më parë, por shkenca nuk e mbështet këtë ndarje emocionale. Megjithatë, le të shpjegojmë se çfarë thuhet nga këndi shkencor dhe psikologjik dhe më pas nga besimet popullore.
Nga ana shkencore, simetria e trurit dhe ndjenjat. Truri i njeriut ka dy hemisfera, e majta që është logjika dhe analiza dhe e djatha emocionet dhe ndjeshmëria. Disa studime sugjerojnë se e djatha e trurit që kontrollon anën e majtë të trupit përfshin edhe syrin e majtë, gjë që është e përfshirë në përpunimin e emocioneve. Kjo do të thotë se kur ndjenjat janë më të mëdha dhe më të forta, ka një probabilitet që lotët të fillojnë nga syri i majtë, por kjo nuk është e garantuar për të gjithë. Filozofia e qepallave dhe e kanalit të lotit. Ndonjëherë rrjedhja e lotit nga një sy i caktuar mund të ndikohet nga disa faktorë fizik, si shtypja e gjendrës së lotit, kanalet e lotit që bllokohen më lehtë në njërin sy dhe pozicioni i kokës kur qajmë. Nga ana popullore dhe simbolike, është ky interpretim. Lot nga syri i majtë interpretohet shpesh si dhimbje emocionale, trishtim i sinqert apo humbje personale. Disa kultura besojnë se nëse një lot rrjedh nga syri i majtë, zemra është e prekur fort, është një qarje nga shpirti. Lot nga syri i djathtë shpesh shihet si lot gëzimi, lehtësim apo emocione pozitive. Disa e lidhin me fatin e mirë apo lajmet e mira që do të vinë. Por pavarësisht të gjithë këtyre, ne mund të themi se loti është një domosdoshmëri, është një mekanizëm që Zoti ka krijuar për njeriu, por madje edhe për kafshët. Herën tjetër, kur të mbushen syt me lot, mos u tërpëro. Trupi yt po komunikon, jo vetëm me njerëzit rreth teje, por ndoshta edhe me miqtë e tu me 4 putra. Lotët janë histori të heshtura që flasin me një gjuhë që shkon përtej fjalëve. Janë dëshmi që emocionet tona kanë forcë të lidhen me të tjerët, edhe në mënyra që ne nuk i kuptojmë dot plotësisht. Prandaj, mos i nënvlerëso kurrë lotët. Ato nuk janë dobësi, janë gjuhë, janë lidhje, janë dashuri. Të nderuar miq, nëse ju pëlqeu video, mund t'i bëni like dhe të shpërndani këtë video, si dhe mos harroni të abononi në kanalin ton dhe të shtypni butonin e zilës për të mos humbur asnjë postim tonin. Ju premtoj se do t'ju japim video më interesante në vazhdim.